Përgjatë stinës së verës, shumë prej lexuesve më të rregullt të librit zgjedhin t'i kalojnë pushimet nën shoqërinë e tij, por çfarë preferojnë më tepër pushuesit dhe cilat janë titujt dhe autorët më të lexuar. Shkrimtari Çliri Moxha dhe njëkohësisht administratori një prej librarive kryesore të qytetit thotë se lexuesit janë të prirur drejt letërsisë së huaj. Sipas Hoxhës, më tepër lexohet letërsia e huaj se ajo shqiptare. Jemi në stinën e verës dhe shumë zgjedhin që ta kalojnë plazhin edhe duke lexuar, duke mos u ndarë nga libri. Përgjatë sezonit veror, çfarë sugjeroni ju për të lexuar të paktën nga të rriturit fillimisht? Nga të rriturit, po në fakt letërsia në përgjithësi libri po kalon një periudhë të vështirë. Për shkak të disa kushteve që i solli koha, siç është për shembull konkurenca që i bën teknologjia librit. Megjithatë, ata lexues që janë besnik të librit vazhdojnë të lexojnë. Në stinën e verës ka shumë libra që mund të ndihmojnë lexuesit që të kalojnë pushimet verore në anë të detit ose kudo që janë, me librat e tyre të preferuar. Ka shumë autor. Kryesisht libraritë sot pushtohen nga letërsia e huaj dhe pak vend i lënë letërsisë shqiptare. Mirë po, letërsia shqiptare është po aq e bukur sa dhe letërsia e huaj. Sot shtëpitë botuese rendin mas emrave dhe titujve nga letërsia botërore dhe mirë bëjnë sepse ajo letërsi ka qëndruar kohës, po edhe letërsia shqiptare është shumë letërsi e mirë dhe e denjë për të konkuruar në tregun botëror të librit, por dhe për të joshur lexuesit. Autorët më të preferuar, shkrimtari Hoxha thotë se janë të pasvendësueshmi të letërsisë botërore, si Dostojevski dhe Tolstoj. Preferohet tepër dhe autorja Paulina Simons, por edhe autorja greke Alena Amanda. Disa nga titujt më të nxehtë të verës, cilët janë ose nga autorët më të preferuar? Po, më të preferuar ka disa autorë, për shembull, kemi Dostojevskin, me librat e tij të famshëm, siç është Krim dhe ndëshkim, Idioti, apo Vëllezri Karamazov. Janë librat që lexohen, ose kemi autorë të tjerë, siç është Tolstoj, Ana Karenina e Tolstojit, apo librat të tjerë Paulina Simpson, që ka Kalor si bronzë, ka një seri librash që mund të lexohen, po ka dhe libra që janë më, siç është kjo autorja greke, shkrimtarja greka Lena Amanda, shpisbotuese Tojana, që ka një sër librash që ne i kemi në librarinë tonë. Gjithashtu kemi dhe shumë libra psikologjik të botuar nga disa shtëpi botuese, siç mund të përbën shtëpi botuese Onufri, cila është e specializuar për këto botime, apo Argeta, që janë këto që sjellin libra që janë shumë të lexuar në stinën e verës. Çliri Moxha thotë se fëmijët në vegjëli preferojnë më tepër librat të cilat janë me figura, ndërsa kur nisin të lexojnë, zhanri më i preferuar është pralla. Autori i preferuar sigurisht që mbetet Jules Verne. Hoxha thotë se të rreqës janë dhe librat me pralla e tregimet të autorëve shqiptar dhe atyre vlonjat. Po fëmijët, çfarë preferojnë më tepër? Po flas për fëmijët, grup mosha nga adoleshent, por edhe pjesa e të rive më poshtë, ndoshta në moshë që kanë nisur të lexojnë. Kanë nisur të lexojnë fëmijët kryesisht për letërsia për fëmijë dominohet nga revistat kryesisht me pralla, me ngjyrosje. Pastaj vinë fëmijët që kanë mbaruar klasën e parë, ka libra me pralla, janë këta klasikët e Jules Vernit, janë shumë të lexuar dhe ka edhe libra të tjerë që janë të reqin në kuriozitetin e fëmijëve. Janë të mbushur me pralla, po ka dhe me figura, me ilustrime. Por ka dhe të autorëve të shqiptarë, siç janë për shembull, kemi dy vlonjate, siç është Eva Gavani, që ka disa revista me pralla për fëmijë, apo shpresa Fundo Gjergji. Fundo që edhe ajo ka sjellë libra për fëmijë.
Praja në autor Vlonja. Sipas shkrimtarit Hoxha, për sa i përket letërsisë shqipe, pa diskutim që autori më i preferuar është Ismail Kadare, por nuk mungojnë as autorët si Fatos Kongoli dhe Diana Çuli. Jo vetëm për fëmijë, po them në të gjitha pjesë të kush janë disa nga veprat ose autorët që preferohen më tepër, megjithëse ti the që interesi është më i ulës se letërsia huaj. Po, gjithmonë ngelet Kadareja, më i preferuari nga autorët shqiptar, i cili vazhdon të lexohet dhe të riqet në çdo kohë dhe në çdo moshë. Unë jam në Lungomare, kam disa ditë kam dalë atje me librat e mi edhe me librat nga libraria që kam këtu, por e shoh që Kadareja është gjithmonë i preferuar i lexuesve, që domethënë atyre që vinë nga Kosova ose nga diaspora. Po ka dhe autorë të tjerë, unë kam dhe librat e mi, por ka dhe autorë të tjerë që janë të preferuar, si që është Fatos Kongoli, për shumë një autor shqiptar, shumë i lexuar. Diana Çuli gjithashtu, është gjithashtu edhe, ka dhe autorë të tjerë, domethënë shqiptar, që janë të preferuar për lexuesit. Pavarësisht konkurrencës jo të drejtë që vitet e fundit teknologjia po i bën librit, shumë prej besnikëve nuk kanë hequr dorë nga libri.